Mjeku i jep urdhër ja kur duhet ta pini kafen e mëngjesit. Mëngjeset nuk mund të kenë kuptim pa një filxhan kafe të ngrohtë, por ka një fakt, nuk duhet ta konsumoni kafen përpara orës 9:30 minuta. Kjo pasi studimet kanë treguar se sjell stres gjatë ditës. Kur pini kafe, kafeina ndërhyn në nivelin e kortizolit, gjë e cila mund të çojë në rritjen e stresit dhe ankthit. Kjo është arsyeja pse shumë persona e fillojnë ditën e tyre duke u ndjerë në ankth. Ndërkohë, koha më e mirë për të shijuar kafen është pikërisht pas orës 9:30 të mëngjesit, atëherë edhe kur niveli i kortizolit është mjaft i ulët. Nuk ju mbetet gjë tjetër veç se të shijoni kafen tuaj dhe të rikuperoni energjitë tuaja për pjesën tjetër të ditës.